Minutë që juaj, pse ju duhet jeni kryetari komunës së Suarikës, Uldhra? Fillimisht faleminderit për ftesën. Realisht më vjen keq që s'janë edhe kolegët, shokët e kryetarit Muharrem që s'janë prezantu, sepse ata shokët e kryetarit sepse ata kanë bashkërisë një kohë gjatë, po sido që tjetë, unë jam këtu për të tregu platformën e Partisë Demokratike të Kosovës, në njëjtën kohë më ju tregu gjithë qytetarëve të komunës së Suarikës pse Partia Demokratike e Kosovës duhet ta marrë qeverisjen në mandatin 4 vjeçar. Dhe në bashkëbisedimet të vazhdueshme që kemi pas me qytetarët, me bujqit, me mjekët dhe me gjithë sektorë tjerë, jemi mundu që me dhanë premtime, të cilat premtime janë të realizueshme pothuajse për këto 4 vite. Kemi 5 shtylla kryesore, kemi arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, turizmin dhe zhvillimin ekonomik. Në arsim do të investojmë në shkolla moderne, kushte më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, digitalizimin e mësimit me programe që përgatisin të rinj për tregun e punës, pra arsimi në komunën e Suarikës është një garanci për një të ardhme të ndritshme. Shtylla e dytë është shëndetësia. Qytetarët tanë meritojnë shërbime cilësore, afër dhe me dinitet. Do të modernizojmë qendrën kryesore të mjekësisë familjare, do të rrisim kapacitetet e ambulantave në fshatra dhe do të investojmë në pajisje e personel shëndetësor, që askush mos mbetet pa kujdes shëndetësor. Shtylla tjetër është bujqësia, pra Suarika është zemra e prodhimit bujqësor. Ne do të mbështesim fermerët me subvencione reale, qendra për grumbullim dhe për punim. Gjithashtu në turizëm, me një natyrë të bukur që e ka Suarika, gjithashtu edhe verari dhe traditat e pasura. Suarika ka potencial për një turizëm unik. Ne do të zhvillojmë infrastrukturën fillimisht turistike. Gjithashtu në ekonomi do të krijojmë kushte për investime të reja, zona industriale funksionale dhe mbështetje për biznese lokale. Gjithashtu do të investojmë në infrastrukturë, shërbime publike, administratë, kulturë, rini, sport, ambient. Në infrastrukturë do të bëjmë asfaltimin dhe mirëmbajtjen e gjitha rrugëve kryesore dhe lokale, ndërtimi i unazës së qytetit, ndërtimi i urave, shërbime publike, ajo që është prioritet, prioritetet e Partisë Demokratike të Kosovës është uji i pishëm, që është një problem i madh në qytetin e Suarikës dhe s'është investuar fare në këtë drejtim. Në administratë, kulturë dhe rini do të funksionalizojmë këshillin rinor komunal, themelimin e teatrit qytetit, themelimi i shkollës së muzikës, ndërtimi i fushave sportive në qytet dhe fshatra, ndërtimi i stadiumit modern, mund të thonë në Gjinoz në Samadreq. Gjithashtu te ambienti do të bashkëpunojmë jashtëzakonisht ngushtë me ekoregionin dhe ekotherondën, ndërtimi i mini parqe në çdo lagje dhe vendbanim, mbjellja e mbi 5000 drunjeve dekorativ, rivitalizimin e shtigjeve për këmbësorë dhe biçiklistë, dhe gjithashtu ndërtimin e parkingjeve të reja. Faleminderit. Do t'i kthehemi në veçanti edhe këtyre temave. Zoti Muharrem, ky është 3 minutë që juaj për shpalosjen e ekspozes fillestare, natyrisht edhe besoj ja ktheni përgjigjen edhe Zoti Berisha për ata që